Legalizimi i ignorancës. Teksa jam këtu 5 minuta duke pritur, doja që të diskutojmë një fenomen mjaft të rëndësishëm që prek se cilin prej nesh që gjendemi këtu. Nëse keni vënë re, ka disa që bëjnë disa komente banale në këto video tona që bëjmë këtu, janë pak, shqyr zotit, dhe ne nuk do t'ishim 50.000 sa jemi sot, dhe pa dyshim kjo fal juve, por unë dua ta nënvizoj këtë dhe ta diskutojmë së bashku që ndoshta ata që futen dhe bëjnë disa komente banale, ndoshta e kuptojnë dhe me kalimin e kohës do bëhen edhe ata shok me ne për të kuptuar diskutimet që bëjmë këtu. Më ndiqni me vëmendje sepse jam i bindur që do ta gjeni vetveten në atë që do t'i them sot. Në qoftë se keni vënë re, disa njerëz shpeshherë bëjnë disa komente vërtet banale, po s'postojnë pak sepse ka pak zhurmë. Dhe disa njerëz nuk e kuptojnë diferencën mes diskutimeve dhe informacioneve dhe njëkohësisht mes banalitetit që ata shpesh diskutojnë ose që shkruajnë. Pse ndodh kjo? Do ja u them se përse ndodh. Atëre, njerëzimi, siç e kam thënë, po ndahet në dy kategori. Në kategorinë e atyre të species së zhvillimit dhe specia e nën zhvillimit. Pra, specia që do të degradohet dal nga dal. Më ndiqni me vëmendje, ju lutem, më ndiqni me vëmendje. Atëre, në qoftë se e keni vënë re, sot të rinjt nuk duan t'ja din fare, po thuhet 80% e të rinjve shkojnë dhe çdo informacion e kërkojnë në ChatGPT. Të thuash që të bëjnë mbledhjen apo shumëzimin e disa llogaritjeve matematikore asnjë s'bëhet fjalë fare, sepse shumë prej këtyre nuk duan t'ja din fare. E kanë më të thjesht aty, pa e kuptuar që nëse nuk vrasin mendjen, ata do të kenë probleme nesër. Sepse matematika, fizika, gjeometria, apo çdo aksion tjetër, edhe aksionet e jetës, nëse ti nuk ke eksperiencë të drejt për drejt, s'ke për të bërë gjë në jetë. Ashtu siç e patëm ne, të drejt për drejt. Nuk po them që jemi perfekt, unë jam askush, vi nga askund, por e kam jetuar jetën me eksperjenca, ashtu siç keni jetuar dhe ju me eksperjencat tuaja. Tani, çfarë ndodh me informacionin sot? Sot, rrjetet sociale e bëjnë të qëllimshme, edhe sistemi e ka bërë të qëllimshëm që secili të futet në rrjetet sociale dhe ta gjej informacionin, jo informacionin, por ta gjej gjën sa më të shpejt. Nëse keni vënë re, gjërat budallëqe, pra videot ato që janë budallëqe shkojnë më shumë, janë më shumë virale dhe e dini pse? E thjesht, sepse sistemi i shtyn ato më shpejt. Të shikosh për shembull një vajzë me gjëra për jashta, shkon më shpejt se sa informacioni që japim ne. Pse? Sepse mendja e njeriut nuk lodhet, por shikon gjën më banale që është aty dhe i duket që ajo është më e bukura. Tjetra, një pjesë e njerëzve nuk shikojnë të gjejnë informacion. Ne japim informacion. Për shembull, unë ndez shkëndijën, siç e kam thënë. Dhe në momentin që ne ndezim shkëndijën, të tjerët, pra ne që jemi të gjithë këtu bashkë, fillojmë dhe diskutojmë. Çfarë bëjnë disa? Futen, fillove ti me pralla, fillove ti me budallëq. E para, që është tepër e rëndësishme, pa u thelluar në atë që unë po flas. Pra, ti unë ndeza shkëndijën. Ti informohu drejt që e mori. Futu, kërko dhe informohu nëse është e vërtet ose jo. Pra, pika 1. Pika 2. Ti përveç se nuk informohesh, e kalon me njerë. Shpejt e shpejt. Dhe nëse keni më re, shumë njerëz futen këtu, fillove ti thot, të rish ty thot që të dëgjosh thot duhen 10 minuta apo 1 orë. Pse? Sepse mendjen ai nuk e vret më. Dhe ai është degraduar nga ky moment, ka filluar degradimin për të qenë në nën specie, pra një specie jo e zhvilluar. Dhe duke qenë një specie jo e zhvilluar, me kalimin e kohës degradohet truri, degradohet trupi, dal nga dal. Pra, shikoni se si është shoqëria që ne po jetojmë sot. Në çfarë shoqërie ne po jetojmë? Ne po jetojmë në një shoqëri sot që të detyron në një formë apo në një tjetër që ti të bëhesh ignorant. Pra, sot vendos ignoranca. Do t'ja u them se përse vendos ignoranca. Në radhë të parë, siç u thash, është e para që është më e rëndësishmja në të gjitha rrjetet sociale, pjesa ata që bëjnë budallëqe, ignorancë, duke filluar nga femrat që zhvishen, nga budallëqe që bëjnë për shembull duke bërë gjëra që gjëja bëjnë për shaka, të gjitha këto janë gjërat e para që marrin më shumë klikime. Edhe e dini pse? Sepse sistemi i lejon këto që të bëjnë më shumë klikime. Tjetra, mendja e njeriut, duke mos u forcuar, ajo pranon gjën më banale. Dhe tjetra, akoma më keqe, nuk shikon informacionin. Pra njeriu nuk shikon të kërkojë informacionin, por ai gjëja më banale që sheh është ajo. Dhe çfarë bën? Atë merr.
Dhe si përfundim, ai pa e kuptuar bëhet ignorant. Pra kjo është pika kyçe që shumë njerëz, jo shumë, por pak njerëz, të paktën në faqet tona këtu, futen edhe thonë fillove ti me pralla pa u përqendruar. Pra gjën e parë që do të bëja unë, ashtu si s'bëj gjithmonë. Nuk jam i acarruar absolutisht, po më vjen keq për ta se janë vëllezërit tanë. Gjën e parë që bëj unë, nëse ti jep një informacion, nëse keni vënë re, unë nuk ofendoj askënd. U lë shkak që të gjithëve që të jenë aty, u lë kohë që të mësojnë, u lë kohë që të thonë çfarë të duan. Pse? Sepse ku ta dinë të gjërët që mendja e tyre nuk është në rregull, pra nuk është në sintoni me këto informacione. Sepse gjën e parë thash që unë bëj, unë shikoj njëherë që nëse ajo që po thot ai tjetri aty përballë meje është e vërtetë ose jo, ose edhe sikur mos jetë e vërtetë, ka diçka që ai po e thot, dhe unë do kërkoj të vërtetën dhe do ta kërkoj me mendjen time dhe me zgjuarsin atë që kam, aq sa kam. Pra pika 1 është kjo, dhe e dyta, në qoftë se mua nuk më pëlqen, unë nuk humbas kohën që të rri me të. Nuk humbas kohë që të flas me të, ose nuk humbas kohë që të rri tek ai kanal që ka ai, asnjëherë. Jo vetëm në atë moment, por kur më, sepse nuk është në nivelin tim. Ndërsa ka disa që futen në të njëjtat faqe, me të njëjtat gjëra, me të njëjtat fjalë dhe thonë të njëjtat gjëra për herë. Pra ata e kanë mbyllur totalisht trurin e tyre dhe janë, përveç se janë ignorant, por po shkojnë drejt ignorancës dhe ISO i bën sistemi. Sepse sistemi e ka bërë në atë forum sa që sot ignoranca është ligj. Po ta shikoni, ligj nga të gjitha anët. Sepse në qoftë se ti thua një diçka, për shembull nëse është përvoja jote, sepse është përvoja jote. Për shembull kemi bërë disa video kur disa njerëz thonë, unë për shembull shikoj, kam parë këtë ëndër dhe kjo ëndër është realizuar. Qa thua ti? Qa këto budallë që është eksperjenca e ti? Ose asaj, nuk është eksperienca jote. Ti nuk e ke provuar, dhe ti duke mos e provuar, ti kujton se nuk ka ndodhur. Pra, ti nuk ke pse e paragjykon, por ti duhet të mësosh. Pra, informacioni të mëson, dhe ti bësh i ditur, dhe kur bësh i ditur, shkon në një tjetër rrugë, pra në rrugën e dijes, sepse bota sundohet nga dijetarët, jo nga ignorantët. Ignorantët kur nuk kanë vend në këtë vend. Dhe edhe pse sot duket sikur vendos ignoranca, sepse pjesa dërmuese e ignorant, jo. Sepse janë ata të zgjuarit që mbajnë nën kontroll ignorantët. Mbajeni mend këtë. Janë të zgjuarit që mbajnë nën kontroll ignorantët. I duhen, sepse ignoranti prodhon para. Për shembull, ju duke qenë në rrjetet sociale, sa më shumë jeni në një kanal për shembull që flet për budallëqe, ai jo vetëm rrjeti social, por edhe ai kanal merr të ardhura financiare. Sepse ti duke sa më shumë klikime ka dhe aq më mirë është, qoftë për kanalin, por qoftë edhe për platformën. Pra, pse unë zgjedh të tregoj ato çka di? Sepse në radhë të parë ato çka di unë, duke i diskutuar së bashku, mësoj nga ju, sepse duke diskutuar së bashku, ju shkruani komente dhe unë lexoj. Për më tepër, duke i thënë këto, sepse fjala, duke ti nxjerr fjalën nga goja, unë padyshim kam vënë re që për shembull në krahasim me vitin e kaluar jam më i kthjellët, më i informuar. Po kështu me 2 vite më përpara akoma më shumë, pra sa më shumë ecim në vite dhe aq më shumë informohem. Pikërisht pra nga këto diskutimet këtu që bëjmë bashkë. Pra unë mësoj jo vetëm nga ju, por edhe nga ato që them, por njëkohësisht sepse informoj më shumë, por njëkohësisht edhe ju, pra së bashku informohemi. Por thash, shqyr Zotit që këtu gjendemi 50.000 së bashku, dhe kjo do të thotë që këta 50.000 që jemi këtu, kemi një tjetër rrugë, pra rrugën e informacionit. Unë thash, e përsëris dhe njëre, do të dëshira një komentin tuaj të secilit që do të dëgjoj këtë video. Ju lutem, një koment, çfarë të doni ju? Që këta, sepse janë shokët tanë, që këta që janë këtu, që vinë edhe bëjnë këto komente kështu banale, të kuptojnë, në qoftë se do ta kuptojnë. Pak rëndësi kanë qoftë se kuptojnë apo jo, ne japim mendimin ton. Të dini diçka, në fillim ishte thjesht për të treguar ato çka unë dija, kurse sot u bë një detyrë për mua si një mision për të informuar njerëzve aq sa mundem me ato që unë di. Por kam vëre, siç ju thash, që unë edhe vetë unë po mësoj shumë nga çfarë njihja dje. Dhe kjo është tepër e rëndësishme, sepse përveç se kam një bagazh personal, por nesër do të di se si do të sillem, sepse kam një hap ose një avantazh më shumë se sa të tjerët. E njëjta gjë që ndodh me ne që jemi këtu. Përkundrazi, ata që janë ignorant, ja kanë mbyllur
dritarët dhe dyert mendjes së tyre dhe nëse pas nesër përveç se sot flasin si ignorant, sepse ignoranti nuk ka shans që të jetë një lider nesër, por me kalimin e kohës do degradohet. Ky është problemi kryesor dhe ne i duam të gjithë njësoj. Unë i dua të gjithë njësoj. Sinqerisht po e them, sepse ndryshe, nëse keni vënë re e përsëris edhe një herë, shumë njerëz kur flasin për këto argumente që them, po pse mor me të njëjtat fjalë, pse me dhënia bullallëqe, pse me ofendime, për çfarë arsye? Apo përse me epitete jo u hodh, jo su hodh, jo çfarë bëre ti, jo si kush je ti këto bullallëqe. Informohu për veten tënde, nëse nuk të intereson, shko, hec, shiko rrugën tënde, nuk ka asnjë problem. Por e përsëris edhe një herë, unë duke i dashur që të gjithë njësoj, jo si të tjerët që për shembull i bëjnë blok e tjerë, nuk jam kështu, sepse ku ta din ata. Pra, duke qenë i tillë, unë po mundohem edhe një herë tjetër për të ninth power, si i thon, për të nëntën herë, që t'u jap shansin që ndoshta lexojnë ose dëgjojnë këtë video dhe lexojnë këto komente dhe ndoshta informohen dhe mësojnë që këto që po i themi ne dhe informacionet që shpërndajmë këtu për ditë janë një avantazh për të gjithë. Pres komentet tuaja, sepse të rinjt sot kanë filluar që të degradohen, sinqerisht. Edhe çdo lloj problemi edhe ato detyrat e shkollës i zgjidhin vetëm këtu. Futen në chat apo në telefon që të zgjidhin problemet. Është turp i madh. Për veten e tyre në atë parë, por është edhe problem për ta, për të ardhmen. Si do ta përballojnë të ardhmen? Çfarë do bëjnë ata në të ardhmen? Asgjë. Pra, ky është problemi që po shfaqet në të gjithë globin dhe askush nuk flet. Ndaj doja ta diskutoj me ju. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj dhe faleminderit që jemi për e bashkë. Natën.